2 ditët e fundit të majit mund të ndryshojnë gjithçka për këto 4 shenja. Ka momente kur një muaj mbyllet qetësisht dhe ka momente kur 2 ditët e fundit mund të ndryshojnë krejt mënyrën si hyn në muajin tjetër. 30 dhe 31 maj nuk sjellin energji normale. Disa shenja mund të përballen me vendime që nuk mund të shtyhen më. Disa të tjera mund të marrin një lajm, një mesazh ose një reagim që ndryshon krejt atmosferën e ditëve të fundit të majit. Dhe këtë herë nuk bëhet fjalë për ndryshime të vogla, sepse ajo që ndodh tani mund të ndikojë shumë më gjatë nga sa mendon. Deri në fund të videos do të zbulosh cilat janë 4 shenjat që mund të përjetojnë kthesën më të fortë para se maji të mbyllet. Akrepi. 2 ditët e fundit të majit mund të japin ndjesinë se disa gjëra po dalin më në fund në sipërfaqe dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se intuita jote nuk ka gabuar. Një situatë që dukej e paqartë mund të fillojë të japë sinjale shumë më të forta dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si e sheh vazhdimin e muajit. Në punë, një zhvillim i heshtur ose një informacion që vjen papritur mund të japë avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim ose një bisedë e vonuar mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për shumë kohë. Mos reago menjëherë vetëm sepse emocionet bëhen më intensive. Këto 2 ditë mund të tregojnë se disa gjëra nuk janë mbyllur ende dhe se një derë që mendoje e mbyllur mund të hapet papritur. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të kuptosh shumë më tepër nga sa pret. Binjakët. Një lëvizje që dukej e vogël mund të fillojë të marrë shumë më tepër rëndësi dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se fundi i majit po sjell një energji krejt tjetër për ty. Një moment i vetëm mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që të dukej e zakonshme deri tani. Në punë, një komunikim, një mesazh ose një takim mund të hapë një mundësi që nuk ishte fare në planet e tua. Në marrëdhënie, një afrim ose një reagim spontan mund të krijojë një atmosferë që nuk e kishe imagjinuar. Mos e shpërnda energjinë në shumë drejtime vetëm sepse gjithçka fillon të lëviz njëkohësisht. Këto 2 ditë mund të tregojnë se disa përgjigje nuk kanë ardhur më parë sepse nuk ishte momenti i duhur. Tani ritmi ndryshon. Nëse arrin të fokusohesh tek ajo që po hapet para teje, mund të marrësh një nga surprizat më interesante të fundit të majit. Britsjapi. Një strukturë që e kishe mbajtur për një kohë të gjatë mund të fillojë të lëkundet dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të vazhdojnë më njësoj. 30 dhe 31 maji mund të sjellin një qartësi që nuk e kishe pasur për javësh. Në punë, një zhvillim i papritur mund të detyrojë të shohësh prioritetet ndryshe dhe kjo mund të ndihmojë të kuptosh çfarë ka vërtet rëndësi. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë ose një reagim i qetë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos e mbaj çdo gjë mbi vete vetëm sepse je mësuar ta bësh. Këto 2 ditë mund të tregojnë se ndryshimi nuk është humbje, por mënyra si universi po të shtyn drejt një faze tjetër. Nëse arrin të mos rezistosh ndaj asaj që po ndryshon, mund të ndjesh një lehtësim që nuk e kishe ndjerë prej kohësh. Luani. Energjia më e fortë e fundit të majit. Fundi i majit mund të vendosë në qendër të një zhvillimi që nuk e kishe parashikuar dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin shumë më shpejt nga sa mendon. 30 dhe 31 maji mund të sjellin një mundësi, një takim ose një kthes që ndryshon atmosferën e javëve të ardhshme. Në punë, një derë që dukej e mbyllur mund të fillojë të hapet papritur dhe kjo mund të japë një ndjesi shumë më të fortë sigurie. Në marrëdhënie, një afrim ose një moment sinqeriteti mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë emocionale. Mos prit që gjithçka të bëhet perfekte përpara se të lëvizësh. Këto 2 ditë mund të jenë momenti ku kupton se universi po të shtyn drejt një drejtimi më të madh. Nëse arrin të veprosh me guxim dhe qartësi njëkohësisht, mund të hysh në qershor me energjinë më të fortë nga të gjitha shenjat. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën fundi nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet.
Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.